Tha që në futi në këtë lojë e futi Rama, i cili ishte më afër atyre që i bëjnë këto skema, dhe Pilinxhi, i cili është një patriot, një nacionalist, një njeri që ka ardhur me qëllime të mira në Shqipëri, dhe që do të ishte një faktor i rëndësishëm kur të fillonin konfliktet. Ai i shpreh karriera në mes, mendoj unë, pas largimit të Dodikut, sepse nuk do ta lejoj Trumpi konfliktin ballkanik. Pra, që ti sqarim ky Pilinxhi ishte zgjedhur për të dalë njeriu kryesor i shqiptarëve kur të fillonin konfliktet në Ballkan. Nga administrata e vjetër, po thonë. Nga administrata e vjetër. Trumpit. Nga Biden Harris. Ai thotë jam republikan dhe ai mund të jetë zgjedhur nga grupi Skull and Bonesave, sepse ai gjithmonë ka deklaruar një mungesë respekti ndaj presidentit Trump, po mbas se marrëveshje të Dodikut, ylli Pilinxhit ka rënë. Dhe unë mendoj që do të ngrihet ylli tim. Priti marrë me radhë cakos, po ndryshon shumë gjëra dhe është e vështirë ti për ty publiku. Po, dakor. Pra, po më thua që Pilinxhi nuk është një delirant, nuk është një aventurier. Jo. Që po shpenzon paratë veta, është thjesht një fatkeq që është nisur me mision dhe misioni është ndërprerje rrugës. Pilinxhi është i dërguar nga shërbimet sekrete të Kabalës, nga CIA, nga pjesët e Deep State-it të Shtetet e Bashkuara. Mirë po, arta e rrugës që i ishte dhënë Pilinxhit është ndërprerë dhe Pilinxhi ka dalë nga loja.